Historia e suksesit për mobilerin Palma fillon në vitin 2000 në qytetin e Vitis, ku nga një magazinë e thjeshtë me hapësirë prej 700 metra katror, me sukses bëhet shitja me shumicë dhe pakicë e mobiljeve të importuara nga Italia. Kërkesa e madhe për furnizim me shumicë shtyu që Palma në vitin 2004 të zgjerohet edhe më shumë në një hapësirë prej 2500 metra katror. Pas 6 viteve pune të suksesshme, Palma tashmë kishte fituar besimin e konsumatorëve, duke ofruar gjithmonë produkte cilësore dhe dizajne unike të mobiljeve. Me qëllim që të jetë sa më afër klientëve, Palma zgjeroi aktivitetin e saj dhe në vitin 2006 hapi showroomin e parë në qytetin e Vitis, në një hapësirë prej 1300 metra katror. Viti 2007 solli hapjen e showroomit të dytë në qytetin e Gjilanit. Ky showroom, që sot shërben si qendra kryesore e mobiljerisë son, vazhdon të ofrojë lloj-llojshmëri të produkteve, duke filluar nga divanet, dhoma të gjumit për të rritur, dhoma të gjumit për fëmijë, tavolinat e bukës e shumë produkte të tjera. Gjatë kësaj periudhe, shtrirja e kompanisë kaloi edhe kufijtë e Kosovës dhe në vitin 2010 u hap pika e parë në shtetin e Zvicrës, në Springbah, në një hapësirë prej 3200 metra katror. Hapja e kësaj pike e bëri Palmën të jetë kompania vetme kosovare që operonte në shtetin zvicrën në industrinë e mobiljeve. Suksesi në Gjilan dhe dëshira për të qenë gjithmonë afër klientëve bëri që Palma gjatë viteve 2012-2014 të zgjerohet dukshëm, duke hapur kështu edhe 2 showroome të tjera në Kosovë, respektivisht në qytetin e Ferizajt dhe të Prizrenit. Në vitin 2015, mobileria Palma zgjeroi edhe më tej aktivitetin e saj, duke investuar në fabrikën prej 40.000 metra katror në qytetin e Gjilanit, ku filloi me prodhimin e kuzhinave. Çdo vit, paralelisht me zhvillimin e teknologjisë, bëhet edhe zgjerimi i kapaciteteve të prodhimit, duke arritur kështu në një kapacitet prodhimi prej 10.000 kuzhinave në vit, gjë që mundsoi të jetë lider në shtetet e Ballkanit. Karakteristike e fabrikës tonë është automatizimi i procesit të punës. Teknologjia e fundit që përdor Palma fillon me zgjedhjen e lëndës së parë, e cila vazhdon deri tek produkti final, proces ky që udhëheqet nga një ekip profesional dhe zhvillohet duke përdorur makineritë me standarde botërore. Cilësia është parimi ynë i parë. Andaj të gjitha produktet kalojnë në një proces të kontrollit dhe testimit, para se të vendosen në stok. Procesi punës në fabrik përfundon me radhitjen e produkteve në vende të veçanta, për eksport apo ekspozim në showroom. Palma sot është e shtrirë në 60.000 metra katror dhe ka mbi 200 punëtor. Për një kohë shumë të shkurtër, mobileria Palma arriti që të bëhet prodhuesi më i madh i kuzhinave në Ballkan. Për të ndjekur trendet e fundit, ne morëm pjesë në shumë panajire në shtete të ndryshme të Evropës. Pjesëmarrja e parë në panajire ishte në vitin 2016 në IMM Kollin, në Köln të Gjermanisë, në një hapësirë prej 150 metra katror. Kjo ishte edhe piknisja e eksporteve tona për shumë vende të Evropës. Sot produktet e mobilerisë Palma eksportohen në 17 vende të botës, përfshirë Zvicrën, Gjermaninë, Austrinë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Francën, Belgjikën, Greqinë e Izraelin. Krahas eksporteve ne kemi arritur të bashkëpunojmë me projekte të ndryshme, me rrjete të hoteleve me renome botërore, si që janë Marriott Hotels, Bowfield, Crewhen, Hotel Sterling, Hotel Crown Plaza.
Projekti ynë i radhës do të vendos një standard të ri të showroomit në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë. Me mbi 30.000 metra katror, ne do të ofrojmë dizajnet më unike, të përcjellura me kualitetin më të lartë të mundshëm. Palma është e certifikuar me standardet më të larta botërore, si ISO 9001 dhe Quadal. Në këtë mënyrë, Palma do të vazhdoj të mbetet lider në industrinë e mobileve në Kosovë, duke qëndruar afër klientëve dhe gjithmonë në hap me kohën, sa i përket cilësisë dhe lloj-llojshmërisë së produkteve. Ne jemi gjithmonë falendërues për klientët tonë. Ne jetojmë me ju. Palma Mobilje.